Albin baba ti ku je, Berat Bojalen ku ma ke. Për shëndetje mi të dashër. Ka bo nomi Shqipni, Berat Bojala karatist, boksier. Nuk e dhja këni pa me që ajo. Qaj ka bo këj Albini këti farë Beratovici. Shki qaj thu të rësën, sepse vetëm me veç për ndryshë e nëron. Sepse këtë që ka është kundër qeverisë Kurtit, kundër Albinit, sidomos kundër Albin Kurtit. Ka shku sonde në Shqipëri, miq, edhe pas ka dasht me ra Albatrosit. Kure pash për besu që dita. E s'polla qara për e bo këtë video, edhe me ka dikush që e ka po ka dikush që nuk e ka po u befasova. Kështu që miq, shkojmë të ndëgjojmë, e të shofim pak videon, e të diskutojmë bashkë. Sepse është merra, me të vërtet për besë të merë. Qëre, veç pak. Duket Albatrosi që ka me Albinin ti që e kundër. Jo me veç ka ardhë me polemizu. Për t'i përmbushur obligimet Albatrosi. Këshillit e Evropës, dokumenti është raporti Dikmartit, Republika e Kosovës, jo Bashkimi Evropian, jo OKB-ja. Republika e Kosovës. Kush shumë me të spjegu. Nuk thot duhet, mund të themeloj. Edhe mund të themeloj dhoma specializuar dhe një zyrë prokuror specializuar. Sepse do votojnë në parlament, patjetër. Patjetër, mirë po. Kjo fjali e shpërfaq. Zhveshur, hipokrizin, kjo nuk është e Hagës, kjo nuk është e Bashkimit Evropian, kjo nuk është e OKB-s, është Republikës Kosovës e cila thot mund të themeloj dhoma specializuara. Republika Kosovës e cila mund të themeloj, atë Republika Kosovës mund të themeloj. Njëjtin organ që ka themeluar. Ka dal Beratovic, ka dal se nuk mundesh. Nuk jetin shpjetone. Pe prej do dru, pe prej do dru. Pe boj që të shpi, pe prishe. Po, këta bunesh. Ama jo që kanë speciale. Sepse e kanë votu 82 deputet. Ka dal. E dyta, pa a jeti që qaj, s'kelon se alpa dhëmë për ashtë më thoqën. Që do të dokumentoj. Po folti. Uzat nuk janë përputhje me çka është ndryshu kushtetuta. Mirë po, i vetmi person i cili e ka më shumë ka fol për Oliver Ivanovicin, e ka shpoll hero Albin Kurti, ka dalë në përvjetorin e Oliver Ivanovicit, edhe ka thonë që Oliver Ivanovici ka qenë një politika liberal i cili ka marrë pjesë në masakra kundër shqiptarëve, nuk e ka bot njëjtën gjë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin edhe këta që janë këtu. A i vetë bëti që me vojnë s'kalon gjëtë pa thonë për Albin Kurti. Për më falë, Hashim Thaçin. Për masakrën e Izbicës, ku e nëmbron 130... Për masakrën e Izbicës, ku e nëmbron 130 shqiptarë. Është denupi i gjykatave të Kosovës. 13 vjet personi që ka kryer masakër. Po. Pse? E kush ka fajtu? Kanë ditë gjykata tona me denu ato 25 vjet, 45 vjet. Sepse është ajo që tha dhe avokati. Ligji më i favorshëm. Nuk ka ligj më të favorshëm në njëri që ka vrarë njerëz. Ti pe dënon 12 vjet, 13 vjet në luftë, masakër ka bo. Çfarë ligji ka Kosova? Apo po i ruajnë ata, mos po i ruajnë shumë. O, la posh, të naj ligjin e but, ti ka vra banaki 20-30 shqiptare, ja jap 12-13 vjetë bërk. Ku? Qysh? Këta s'falin. Shkruun edhe në ligj, Lex Mitjori shkruun ligj. Neni 24, po. Neni 24 shkruun. Ne kemi të nu sërbë që kanë kry masakra me dënime dhe din 13 vjetë bërk, që kanë kry masakra të Kosovës. Ma kanë kry masakra, vëzë me dhjetë bërë. Se të thonë kur gjo. E kishe i prapa, ape malen të dojë moralog. Se ti kur e këti kalu këtë se, jetu e degradu debati, kur e këti kalu këtë amandament, dhomave speciale ja keni dhonë të drejtën që me interpretu vetë kushtetutën. Ata e kanë mbyll, ata e në vetë pash, vetë së bash, ju e keni votu. Se ka votu alë... Ej, palio që aty, nga... Edhe, tash, ti më të folë të nditën për kushtetutën, ai e interpreton vetë kushtetutën. Jetë volë palë, jetë... Qëta shqot? Po ta kuptoj që ardhë me prish debatit. I fari në rondë. Si e ti pronari debatit, po billë e gojë në burë. Si e pronari debatit, është... Pune i thonë të billë gojë.
Ti mu më thënë trusën e ty mbulla. Farë bokseri, farë karatisti. Qa po I doket vetja? Që të pata në pyet, qka po I doket vetja burë? Farë Luan Krasniqi? Apo Milajm Zeka? Apo aj që I ka ra Milajm Zekës? Se këta këtë do të mishti që atë tesë burë. Herë unë a zë. Ku në që farë ka këseri? Ty vene pasën ditë, unë që kjo për mu është vidje e funit që I bëj për Berat Bëzholin, për Beratovicin. Këj për sa ka të I kamëre? Ku në? Runa zë, veç me konar me në zemaj, me disë Prishtinë. Shkujnë e miqë? Pa. Po son veni me bëk të tjerë, frustrimet e tua mbaj Bikuli, kena me ardhë me folë për të Brava I kohë të Albatrosit. X atje. Jo, le burë se marrë këtë të ti. Nuk është që këtim fevzi për me bot debat. Ma ke pru një zhurmus këtu, le qëkon atje ku dojnë me bot debatin. Ti qa bërë dhe shtas? Jo, në që tonë. Shkujnë e miqë. Go, Berat Bëzholin shtash. Qka ti ke folë për Hashim Thaqin, e tash ti po dhimet ka shumë. Nuk po më krye. Këto janë ato rante tua që ti bën për klikime, unë falë shpreje, me hije pak atyne kushete, te gazetarëve që janë edhe nga shërbimi inteligent I Kosovës si gjoja agent rus. Pra kjo është një propagandë që është përdorur nga autokratët edhe në Shqipëri dhe në Kosovë për të friksuar opinionin. Alfred Beza po pyet, a ishit ju në listë? Po, patjetër, thuaj zoti Beza, edhe unë kam qenë në listën e zotit Thaçi, madje për këtë nga qeveria që e kemi lënë nga qeveria që shkoi nga kreu më I lartë I qeverisë, që AKI ka hulumtu dhe gazetar mesin e tyre dhe mu madje kom shkru edhe për këtë farë idiotësie të agjencisë inteligjencës Kosovës edhe të kreut politikë të Kosovës. Kështë që kjo është vetëm një, si më thonë, një kogol. Pra po thuaj që edhe rezoluta në Shqipëri ishte propagandë, si po bën analogji me Kosovën. Nuk do të kishte natë ma perfekte se sa kjo nata Halloweenit për mu përdor një maskë e tillë që gjoja të kimi rusë poshtrihet edhe në truet shqiptare. U thadhen nga parafolësit aty, pra kuptohet është vetëm një shtet në Evropë pas Bielorusis, siç është Serbia, e cila është komplet në diktatin rus. Ndërsa janë vetëm 2 njerëz në këtë pjesë të Evropës që kanë raporte pothuajse vllazërore në Serbinë, që është zoti Thaçi dhe zoti Vučić. Pra nëse ka në linë direkte A një qatat meq? Hashim Thaçi ka shoqni vllazërore me Serbinë edhe me Rusinë. E tash kë qohet të mbron, në mund tash qohet të mbron, Hashim Thaçi. Hajde tash ti. Qysh me përbina këta? Kuna për jashet këto? Kuna për jashet këtë legend këtu sene? Po ja përse ja povli bre. Pasha zote kë kujto që povli po flanë. As povli si për cilë, as lajmet, as rrjetet sociale, as gazeta, as absolutikisht hiç. Ky mendon sa të folë dhe harrohet. Jo Beratović, jo. Se nuk harrohen. Historia jetë. Mi së dashër, e pashtë arsyeshme me bërë këtë video, edhe e bona, kështu që ju përshëndes, natën e mirë, gjumë të mërë. Mire pashëm vite Rodhës.